Në emër të profesionalizmit, shqiptarët e rrezikojnë të përfaqësohen në institucionet publike. Kështu ka deklaruar për televizionin Shenja profesori dhe njëherë inxhinier ndër anëtarët e grupit punues rreth e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, Mersim Maksuti. Megjithatë, profesori thotë se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është vlerë, duke shtuar se është njëra ndër vlerat më të rëndësishme të rendit kushtetues, madje siç tha, njëra ndër vlerat kryesore të ndërtimit të këtij shteti që lidh bashkëjetesën. Përfaqësimi i qytetarëve në bazë të përkatësisë së tyre etnike është një drejtë kolektive e tyre, të cënon një drejtësi të një kolektiviteti të caktuar. Ndërsa profesionalizmi është dytësor në këtë rast, sepse ti me profesionalizmin mund të cënosh një drejtë të një qytetari si individ. Dhe kur këto dy drejta ndeshen si një pjesëtar i një kolektiviteti dhe si një individ, si rregull e drejta kolektive prevalon, dominon, domethënë mbi atë individ. Prandaj unë e shoh si rrezik. Profesor Maksuti thotë se rastet e fundit që kemi me konkurset, ku numri i shqiptarëve të punësuar është simbolik ose zero, është një dëshmi se në emër të profesionalizmit ne rrezikojmë përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet publike. Një ndër vërejtjet kryesore për këtë ligj, profesori Maksuti theksoi se është mungesa e elementit sanksionues. Ka vreqet e veta, dhe mund të diskutojmë disa aspekte, si ajo që vreqja kryesore që bën në Shqipëri i mungon komponenta e elementi sanksionues, domethënë nuk i sigurohet mbrojtje juridike, pra nuk parashihet me ligj ndonjë sanksion. Sanksione janë të natyrës kundërvajtëse, e cila do të dëshkonte të gjithë zyrtarët publik, njerëzit që janë kompetent për zbatimin e ligjit, që ato të kenë një lloj detyrimi para ligjit për zbatimin e ligjit praktik në Shqipëri. Dhe kjo është e vreqja kruciale, bazike që e kam të ligji. Kujtojmë se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është miratuar në seancë qeveritare, ndërsa pritet i njëjti të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias dhe më pas e rikthehet këtu ku do të ketë debat publik dhe pritet të shihet se a do të miratohet edhe në kuvend.